Ishte me vete. Klajv, kemi gjithë të diskutime, domethënë dhe se besoj që je i hasur në botën e sportit dhe me deklaratat që bëhen. Dhe duke i uruar njëherë shërim të shpejt profesor Tetovës, mendoj që ishte thjesht mbyllja e fazës. Pra ishte një trajner që arriti gjithçka tek Ignatja, nuk kishte çfarë jepte më shumë. Besoj mund të ketë munguar pak pjesa e Europës, por sado në superiore në Final Four ka shkëlqyer me ekipin e tij. Thjesht mbyllje e fazës. pra gjithë ky diskutim Clive dhe nuk do të ishte i tillë, në rast se nuk do të ishin gjithë këto elementet e pas ndonjëherë kuintave për fat keq, por që her pas here dhe ne përpiqemi që ti të themi punët e tyre. Sikundur është rasti i fizioterapistit. Pra ti je me moshat në ekipin kombëtar apo jo? Po, unë jam me moshat U15 dhe U16, gjithashtu dhe në klinikën e kombëtares, ku kemi shumë lojtarë të superiores, si nga Ignatja, si nga Tirana, si nga Dinamo, që vinë për rehabilitim. Po? Punë e vështirë. Në Është pak kuptimin punë e e vështirë. ngarkesës apo është e shpërndar në jeni disa? Jo, jemi një staf prej diku rreth 12-13 fizioterapistësh. Gjithashtu kemi dhe doktorin italian të kombëtares Gianluca Stessina, që vjen për të bërë vizitat kur kemi raste shumë të rënda, pra jemi gjatë gjithë kohës në bashkëveprim. Është fund sezoni, kështu që sado kemi pak këto problemet e lojës që tani hasen më shpesh se sa në fazat e tjera. Kladi si e vlerëson, sepse ne të gjithë e kuptojmë këtë. Dhe për shpytjen Edhe Jo, kemi s'ka gjë. e kaluam 2 minuta S'ka gjë kon se- televizive. jo. Pastaj direkt me